Ju përshëndes të nderuar shikues nga Atlas Njerëzor këtu në Blu Televizion. Në çdo familje shqiptare ka gjithmonë një aromë që të kthen pas në kohë. Është aroma e kuzhinës së gjyshes apo e nënës. Por ka njerëz të cilët nuk i mbajnë thjesht si kujtime këto aroma, por i kultivojnë, i ruajnë, i punojnë madje dhe i përcjellin në breza. Kështu ka ndodhur dhe me të ftuarën tonë sot, e cila vjen sot në studio me një bagazh prej 3 dekadash si shefe kuzhine që ndan jetën pikërisht në këto dekada me receta, me shije, me aroma, me kulinarin dhe veçanërisht me kulinarin çame. Ajo ka botuar dhe një libër, 75 receta çame të gatimit, në të cilat nuk tregon vetëm receta të kuzhinës çame, por tregon dhe shpirtin e bukur çam. Unë kam kënaqësinë që sot të prezantoj para jush zonjën Lulieta Gjyseli. Faleminderit e dashur. Faleminderit për ftesën dhe për mua është një kënaqësi e madhe që jam e ftuar sot për të folur për traditën çame. Shumë bukur. Lulieta, kur flasim për feminin dhe për shijet e feminis, cila është ajo shijet që ty të ka mbetur në mendje dhe që ta kujton më njëherë feminin? Kur kam qenë e vogël, kam pasur fatin që të kem 2 gjyshet. Në një moshë 12 vjeçare, prindrit kishin shkuar në një vizitë dhe unë marr dhe bëj një byrek me mëlçi dhe me oris që është tradita jonë. Duke e bërë ashtu me petët si një fëmijë, por më përpara tavat piqeshin me saç. Dhe unë ndeza drut vetë, ndeza zjarin e poqa byrekun ashtu si një fëmijë. Kur vjen mami e gjën, edhe e lumtur dhe i the, ma, unë kam bërë drekën. Më kritikoi për zjarin, sepse mendonte se unë mos digjesha. Dhe më falenderoi në një kohë. U lumturova shumë që unë hodha një hap në jetën time, bëra diçka me forcat e mia. Ndërkohë ishe vetëm 12 vjeç. Vetëm 12 vjeçe ka qenë gatimi i parë që kam bërë. Dhe këtë e ruaj në kujtesë. Atëherë shkojmë tani tek si u bëre ti, si mësove ti, që 12 vjeç provon sepse është risk i madh të bësh një byrek. Duke ndënjur mbas gjyshes edhe mamit, unë kam qenë fëmia i parë në familje. Dhe gjithmonë kam qenë për krah gjyshes edhe nënës time. Kam ecur në gjurmët e gjyshes, kam mësuar dhe gjyshja më ka ndënjur shumë afër. Më ka mësuar dhe shumë gatime të tjera çame që unë kam arritur sot kjo që jam. Dhe të themi që sa histori, sa kujtime, kanë edhe këto gatime që mbajnë firmën e komunitetit çam. Janë shumë receta, janë mira shije, mira aroma, kënaqësi kur e gatuan. Këto gatime bëhen me një dashuri sepse kanë mbetur brez pas brezi. Dhe shumë receta janë gatuar me zonja të nderuara çame dhe një pjesë është marrë me të dhënat gojore nga gjyshet e vjetra. Ju thatë që ndithnit gjyshen hap pas hapi dhe nga gjyshja mësuat. Dhe ndërkohë e perfeksionuat më pas patët dikë? Nënën tuaj. Po, nënën time. Si që thash, kam qenë me 2 gjyshe dhe kur vija ti gjyshja nga anë e mamit, gjyshja bënte byrek. Mi jepte edhe mua një pec edhe një pet, kur kam qenë në një moshë më të vogël. Pastaj me mamin, sepse gjyshja ndroi jetë, deri në moshën 19 vjeçe. Shumë gatime dhe shumë i kam mësuar nga nëna ime. Është shumë bukur që ti jesh fëmijë dhe të adurosh gatimin, ti jesh fëmijë dhe të adurosh gatimin. Ndërkohë që sot ju jeni shefe kuzhine. Prej sa vitesh? Se tam 30 vite, 3 dekada thash që ushtroni profesionin. Po, unë kam filluar punën në 96, si ndihmës kuzhiniere. Me forcat e mia arrita që kaloj shefe kuzhine. Kam 20 vjetë që punoj vetë shefe kuzhine. Kam bërë shumë aktivitete, shumë dasma. Kam edhe një kujtim shumë të bukur që më kam mbetur në mendje. Kisha një dasëm, dhe një zotëni më thotë që unë kam dëshirë të ma bësh mishin me shënja. Okej, thash, e bëra mishin me shënja dhe kur erdhi më tha, nga kush fshati Labëris jeni? Vura buzën në gaz dhe i thash, unë jam çame,
Jo, tha, s'ka mundësi që ju të jeni qame. Po shënjat çfarë ishin? Shënjat e shelegut janë që ule në dajos xhaxhait, ishte bishti, ishte veshka edhe shpatula. Edhe vendos edhe një fije brinj mbi të që thonë thellë mbi bisht. Shumë e bukur, shumë e bukur. Faleminderit. Ju ka lodhur kjo punë ti jesh shef e kuzhine, çdo të thotë. Është lodhje, sakrificë, po është dhe privilegj më duket. Është lodhje, po është dhe më shumë kënaqësi. Kur punon, lodhesh dhe në fund merr një falënderim, për mua është një dhuratë shumë e madhe. Sepse kënaqet klienti. Kënaqem unë, kënaqet dhe klienti. Mundohem të jap maksimumin te klienti. Lulje dashur, kuzhina të gjithë e dim që nuk është thjesht vetëm gatim, por është histori, tham, edhe e cekëm pak më përpara. Është dhe kujtim cila pjatë, çame, e mban më tepër atë ngarkesën e bukurisë, e kujtimeve, e nostalgjisë. Ne në tavolinën tonë gjithmonë kemi ulur qumështorin, që ka qenë si traditat janë të gjitha, po kur dëgjoje që do të vinte një mik në shtëpi, bëhej qumështori, pjata e parë. Pastaj ishin të tjerat tavat që Qumështori është dhe me krip dhe me sheqer? Po, bëhet edhe me krip dhe me sheqer, është simbas fshatrave. Familja ime e prindrit e bënte me krip. Unë jam martuar në fisin Gjyzeli dhe e bënin me sheqer. Po kishin edhe një tradit që kur ulej tava në tavolin, fillohej tek mezi, sepse qumështori ka një mes që nuk është imbuluar, një rrethore. Dhe fillohej me lug në mes qumështori. E kanë si tradit fshati Margëlliçit. Karakteristike. Ndërkohë që unë i them regjis të na bëj gati pamjet, sepse Ludieta, zonja Fisnike, na ka bërë dhe një dhuratë stafit pikërisht një qumështor. Dhe ndërkohë ne i japim pak se si ajo e ka përgatitur qumështorin për ne. Shëndetje, sot do gatuar një qumështor çam. Kemi qumësht, miell, vezë, vaj, gjatë, kos, krip, kemi dhe sheqer, sepse qumështori bëhet dy lloj, bëhet edhe me krip edhe me sheqer. Ne sot do ta bëjmë me krip, sipas dëshirës që të kemi. Kemi zënë brunin, e ndajmë në 4 pjesë në mënyrë të barabartë. E punojmë pak me dorë. Në një pjatë kemi hedhur pak vaj dhe i lyjmë. Vetëm edhe lë për 20 minuta të vijë. Tani do fillojmë të përgatisim bashamelën. Kemi vënë 1 kilogram qumësht për të zier, me gjysmë kile qumësht, sepse qumështori bëhet me 1 kile e gjysmë qumësht. Kemi njohur 200 gram miell, dhe mbasi qumshi të marrë vaj, ne fillojmë edhe hedhim gradualisht, sa të formohet një masë homogjene. E lëm të zijej bashamelën derisa të krijohet kjo masë. Mbasi ka zier bashamela, i hedhim 2 lug kos, sepse kosi e pret qullin e qumështorit. E trazoj mirë derisa të shpërbëhet kosi. Tani po bëjmë petët. Sa të ftohet qulli i plumbushtorit e tash çançe, ne do hapim 4 petët. Kemi mbaruar 4 petët, kemi ulluar, kemi rarur 4 vezët fort, pare që të shpërbëhet veza, edhe e hedhim tek qulli i qumështorit. Pasi e hedhim, e trazojmë fort, sa të bëhet një trup. E hapim, që të jetë një masë e gjitha, edhe fillojmë mbledhim petët.
s'kedhi vezë të rallë dhe merr një ngjyrë shumë të bukur. E pikoj me vaj dhe është gati për në furrë. Tani që mushtori është gati, shpresoj të kem kënaqur, ju bëf të mirë. Sa kohë duhet për të përfunduar gatimin e një qumështore? Gjysmore. Gjysmore? Po, gjysmore. Edhe cilët janë ingredientët thuhet sot? Përbërësit janë qumësht, miell, vezë, 2 lukos, gjalp edhe vaj për petët. Është e bëshme kollaj për ato anvisat e reja, për shembull, që ti u gëzoj? Për anvisat e reja është pak e vështirë. Është e vështirë? Është pak e vështirë. Ku qëndron vështirësia? Te lidhja Vështirësia qëndron tek, edhe te lidhja, po më shumë qëndron tek shtroja e petës. Kur shtrohet peta lart, dhe ka dhe një kuptim peta që bëhet pal. Lidhet me palat e fustanellës të asamblit çam të kostumeve. Është edhe një detaj tjetër që bëhet një baklava me 113 pet, sepse një fustanell ka 113 pala. Sa bukur. Ja, prandaj tham nuk është thjesht gatim kuzhina. Po, ka shumë kuptime. Është edhe ky libri nuk ka vetëm receta, po ka dhe shumë grinca të bukura çame. Ndërkohë që ju keni në duar, pikërisht librin, që ja kthejmë kamerës tuaj, 75 receta çame të gatimit. Dhe autore është zonja Luljeta Gjyzeli. Faleminderit. Dhe unë ju përgëzoj. Faleminderit. I referohemi librit, si lindi ideja për ta shkruar ti këtë libër? Unë, si që thash, jam shefe kuzhine dhe shumë herë gatuaja receta në punë, sepse dhe shoqet i pëlqenin. Dhe më lindi ideja, thash, pse mos të bëj diçka nga tradita ime, në nder të nënës time që më ka mësuar të gjysheve të mia, të jetës, si që edhe thash jam martuar në Fisin Gjyzeli dhe atje gjeta 2 zonja të nderuara, Vjerën edhe Xhaxheshën e bashkëshortit, që ishin 2 plaka çame të mëdhaja. Vjera ime sot ron dhe është në 10 vjeçe. Dhe akoma e ka pasion dhe dëshirë atë gatimin, ato duart e arta që kanë. Ka mësuar shumë. Edhe mësimin patjetër. Dhe mësimin. Edhe më thoshte, Xhaxhesha e burrit, kur bënte taf kosi, hidhe mishin dhe lëngun kulloje dhe si për hidhi kosin që mos të thahet mishi. Dhe kam shumë kujtime, shumë gjëra të bukura. Detaje interesante që janë të domosdoshme. Po, që janë të domosdoshme, po. Se shumë gjëra dhe ne të reja i mësonim, po nuk i dinim 100%. Më folët për qumshtorin dhe shumë interesante ajo domethënë petëve, numri petëve. Të themi që një kujtim nga jeta juaj që lidhet pikërisht me një gatim të rëndësishëm. Çam? Gatimi i rëndësishëm unë qahin e bëj shumë, e përdor goxha. Është bukë? Nuk është bukë, është byrek, po ka një të veçantë, si që tham gjithmonë që ka dhe grinca të hinta, ka një të veçantë sepse bëjmë 8 pet ose 10 pet. Dhe i shtrojmë në tavolinë, nuk i shtrojmë në tepsi si byreku i normal. Edhe duke pikuar, duke hedhur djathë dhije, sepse në çamëri ishin të gjitha gjërat bio, nuk shkrinin. Kurse këtu djathi shkrin, gjiza shkrin. Dhe shtrohen njëra mbi tjetrën edhe palosen të 4 anët edhe kthehen dhe del një drejt këndësh dhe prihet si thel baklavaj. Merret pastaj me kujdes edhe vendoset në tepsi. Kjo është e veçanta që ka qahia. Shumë e bukur. Edhe këto janë në karakteristika. A ka ndodhur ndonjëherë, është thjesht emocionale kjo, empatike, ka ndodhur ndonjëherë që kur ju gatuani pikërisht këto specialitete të veçanta, që duket sikur jeni rikthyer në shtëpinë e gjyshërve apo të prindërve? Po. Me se lidhet kjo? Familja ime vizitohej shpesh nga njerëz. Ishte muaji Ramazanit, si në këto momente që jemi sot, edhe na kishte ftuar familja për të vajtur, edhe kishte ardhe halla dhe gjyshja. Po zakonisht gjyshet tona, lakrat i preferonin shumë. Dhe mamit i kishin thonë që na bëj diçka vetëm me lakra. Mami kishte bërë byrek me lakra, kishte bërë blac, kishte zirë lakra dhe ishte tavolina komplet me lakra.
Ulemi për të ngrënë bukë, ishin edhe niprit, dhe thot një nip, po unë tha, çfarë mund të ha këtu? Tha, këtu ka vetëm lakra, tha. Në çdo pjatë lakra. Kjo ishte një gjë që ne e ruajmë në kujtes, po. Lulita, ju jeni mjeshtre gatimit, shefe kuzhine, dhe çdo të thotë, si e shihni sot këtë mënyrën e gatimit të shpejt? Bota rend drejt gatimit të shpejt. Si thonin në bazë të kësaj përboje që ju keni, sa i rëndësishëm është pikërisht ky gatimi që flasim, gatimi bio, gatimi që të vlerësosh kohën, minutën dhe sekondën, jo gjërat e shpejta. Mirë është që ne të gatuajmë në shtëpi, sepse të rejat sot kanë gjetur një mënyrë që marrin ushqimin jashtë. Alo, telefoni. Por ne brezi jonë jemi përkushtuar shumë gatimit, sepse ushqimi është çështje kryesore të ngrënit mirë edhe shëndetshëm. Kështu që ne të mundohemi, unë besat e mia, paka shumë, më marrin dhe në telefon dhe më thonë Teze, para 4 ditëve më morin besa nga Italia, donte të bënte, ne i themi, ju i thoni pispili, ne i themi blac. Miell misri me lakra. Po. Edhe më morin telefon dhe ja sqarova dhe e bëri. Mua u kënaqa shpirtërisht që një vajzë e re të filloj të gatuaj recetat, edhe i thash, hape librin e Tezes dhe shikoj gjëra, se ke gjëra shumë të mira për të gatuar. Po që brezi sotshëm është pak e vështirë. Është e vërtet. Luli, Vlora e ka traditën sot të gatimit, qoftë labëria, qoftë qyteti, pra kemi të trashëguar dhe mund të themi që në panajire kulinarie Vlora shquhet. Unë kam marrë pjesë në disa panajire nga Orikumi, zona që përfshin gjithë labërin e Dukatit, ose dhe këto të lumit të Vlorës dhe gjithsecili prezanton gatime karakteristike. Çfarë themi ne për gatimet e Çamërisë që i shtohen të themi këtij mozaiku të kulinarisë vlonjate? Po. Në fakt doja të thoshja që nuk është se shumë gra mundohen që ta ruajnë traditën çame. Është pak e vështirë. Unë kam botuar këtë libër çam dhe jo shumë ambicia çame e adhurojnë. Më shumë kanë adhuruar ambiciat e jo çame. Por do kisha shumë dëshirë që brezi mos ta lëshonte këtë traditë, ta mbante fort, ta ruante. Sepse edhe në kohën në Çamëri, kur martoheshin vajzat, në pa i merrnin edhe enët e kuzhinës për të treguar që sa aftësi kishin në familjet e reja që venin. Dhe kjo traditë është ruajtur. Ne të mundohemi, brezi jonë, të mundohemi që ta ruajmë këtë traditë, mos ta lëshojmë. Ti Lulita po më thua që ti kur shkove tek bashkëshorti more dhe tenxhere dhe tepsi? Po. Me vete? Po. Të them dhe një detaj tjetër që ma ka blerë xhaxhai i babait një tenxhere dhe e ruaj akoma si kujtes. Nuk e përdor, po e ruaj. Ma ka bërë dhurat. Nuk e kisha dëgjuar që në paj vajzat çonin edhe tenxhere. Gatim. Po. E në kuzhine. E në kuzhine, po. Folët për librin dhe thatë që jeni e kënaqur kur e lexojnë, domethënë komunitet jo çam. Si ndihet autoria e librit tani? Jam shumë e lumtur kur më marrin në telefon dhe më thonë që ne gatuam këtë pjatë dhe unë u kënaqa shumë dhe ishte shumë e thjeshtë dhe donte pak përbërës. Sepse në Çamëri gatuej vetëm me vaj ulliri. Dhe të gjitha gjërat ishin bio, se kishin gjyshi im kishte fabrikën e vajt, fabrikën e hallëve së Stambollit, ishin të pasur. Edhe kështu që gatuani dhe një detaj tjetër që kur ndiznin, sepse gatuej me furr, me dru. Kur ndiznin zjarrin, i hidhnin vaj ulliri që i vinin shkrepsen. Interesant. Po. Edhe gjellrat e lëngshme gatueshin në poçe me dru. Ishin gjëra cilësore. Gratë ishin vetëm në shtëpi, nuk dilnin në punë, vetëm gatuanin. I shërbenin familjes. Edhe përsosnin artin dhe mjeshtrin e gatimit. Po. Shumë e bukur. Ndërkohë, nëse sot, ju folët dhe sollët shembuj disa specialitete, disa pjata, por nëse sot
do të gatuanit një pjatë, për të përfaqësuar gjithë historinë çame, me nostalgjin, me drithërimat, me dhimbjen, me krenarin, atëre, cila do të ishte pjata që do të përfaqësonte gjithë historinë çame? Unë do të thoshja baklavaj. Baklavaja. Po, sepse ishte edhe një rregull. Unë kam një detaj të vogël këtu që doja ta ndaja. Po, do të na Mamaja ime, ta them çamçera me të pastë, ka shkruajtur se si funksiononte dasma në çamëri. Ne kemi gjetur mbasjekjes së saj. Dhe këtu thot që dajua i bënte baklavan dhe i vinte lekët me ca kunja të vogla mbi tepsi, edhe lule, mbushej baklavaja plot me lule dhe ja çonte dajua nipit ose mbesës që martohej. Dhe mamaja ime, për të lënë gjithmonë traditat pa na i treguar ne, kishte shkruajtur këtë letër. Edhe e ka lënë në Dhe letër. e ka lënë aty, ne e kemi gjetur mbas. Shumë interesante. Për baklavan që bëhej, thot, edhe i çohej. Ajo tani është që është receta? E shkruar shumë nga Jo, mamaja? tu është, Apo jo. thjesht këshillat? Jo, këtu janë, sepse si organizoje një dasëm çame. Po. E kupton dhe për baklavan e kisha fjalën tani që çohej dhe baklavaja. Po. Edhe atë histori mamaja e ka shkruar. E ka shkruajtur në letër që ne brezi jon ta ruajmë. Dhe unë e kam ruajtur, e kam ke ruajtur kujtim. në letër. Po. Nuk e ke botuar në libër? Jo, Si nuk e shtojës? kam. Jo. Jo, po libri ka 9 vite që është botuar, mamaja ime ka 5 vjet që ka ndruar Aha, jetë. e ke gjetur Po, e më kam vonë, gjetur mbas, E ke gjetur po, më vonë. Nese, themi që në një tjetër libër Po, është shumë po, interesante. po. Është shumë interesante. Në karrierën tuaj prej 3 dekadash, çfarë do donit që nesër njerëzit të vlerësonin, të kujtonin nga Luljeta, të kujtonin një kuzhinjere specialiste, një shefe kuzhine, apo njeriu bujar dhe të mirë, kështu si u prezantua sot këtu Luljeta në studio? Unë e kam pasur kënaqësi këtë pjesë të kuzhinës, edhe do të doja që ky libër të ikte brez pas brezi, se ideja ime kjo ka qenë. Me sa ka mundur, kam mbledhur 75 receta, dhe të kaloj brez pas brezi, që një nën t'ja fali vajzës, t'ja fali mbesës, dhe të ruhet në kujtesë. Dhe kjo është e bukura, dhe unë mendoj që këtu është dhe vlera më e madhe e librit tuaj, po dhe e personalitetit që Luljeta përfaqëson, që ta ndash me të tjerët përvojën për të përcjellë dhe për të shkuar kështu brez pas brezi. Po. Recetat e tua, vlerat dhe traditat Kjo çame. ishte kënaqësia ime që e kam botuar librin. Thjesht që mos u mbasi tradita, siç ne nëna tona na i kanë mësuar, ashtu dhe ne mundohemi që unë kam 2 djem. Dhe qëndrojmë këtu tani tek familja, Jo, sa do të është thoshja për përcjellë dhe sa e mbesat ke që e kam, përcjellë. po, e kam përcjellë te mbesat e mia, këtë traditë. Dhe sa vini në shtëpi nëna, çfarë do gatuajmë sot? Dhe fillonim gatuanim diçka të vogël që dhe ato arrinin e bënin gjithmonë me ndihmën time. Po. Kjo është ideja që do thoshje. Kush është mbesa më e vogël, mosha, që i parapëlqen gatimet dhe do të gatuaj? 12 vjeçe. 12 Në moshën që unë Sa kam ke qenë filluar, ti për të filluar, shumë e bukur. po. Në moshën që unë kam filluar dhe ajo ka filluar gatuar dhe bën Koincidencë e 8 bukur. vetë. Ku është mbesa tani? Në Jeton Gjermani. jashtë. Po, jashtë, po. Jashtë i kam, po. Dhe i pëlqen dhe gatuan. Kanë 3 vjetë që janë larguar, kështu që kanë qenë këtu në moshë të vogël, edhe shpesh vinin te gjyshja dhe i kam edhe në libër në fund që i kam thënë që ullojnë pet. Shumë e bukur, po. I kam parë, shumë e bukur, po. Bukur shumë. Tani shkojmë tek 3 pyetje të veçanta, përpos atyre që ti do të thuash dhe vetë. Nëse do të kisha mundësinë, ti thoshe një gjë të fundit, personit që të ka lënduar më shumë, cila është fjalia që do thoshe? Unë jam shumë bujare dhe do të doja që ti thoshja që çdo njeri, çdo veprim që bën e bën për vete. Dhe kam një shprehje që nuk reagoj, po them Zoti shikon punët vet. Po. Plaga shërohet, por fjala e keqe nuk harrohet. Si ke marrëdhënien me fjalën? Fjala shumë e vogël kur del nga goja, po kur hyn në zemrën e dikujt është shumë e madhe. Të vret. Po. Je vrarë ndonjëherë? Të them jo. Jo, nuk më ka ndodhur ndonjë. Jam një tip që jam edhe shumë tolerante, kështu që nuk më ka ndodhur.
Ke plagosur ndonjë me fjalën e vështirë? Jo. Asnjëherë. Nuk ka mundësi kjo performanca juaj të ishte, si të ishte ndryshe. Jam shumë miqësore dhe në punë, dhe në shoqëri, dhe në familje. Jam shumë miqësore. Nuk më pëlqejnë fjalët edhe llafet. Thoti urti, mos u jep të tjerëve më shumë se e meritojnë, se dhe lulet, po i vadite më shumë se ç'duhet, kalben. Po, unë do të thoshja këtë, që nëse jep më shumë, njerëzit ta marrin për dobësi. Kjo më ka ndodhur. Sepse më ka ndodhur, ta marrin për dobësi dhe mirë është që të japësh aq sa mundesh. Aq sa merr duhet të japësh. Dhe unë doja që t'u përcjellje një mesazh që ti, Luljeta, e përcjell traditën çame të gatimit dhe çfarë duhet bëjnë vajzat e reja, pse vajzat e reja duhet ta shohin atë librin, janë çame ose s'janë çame. Vajza që do të bëhen nesër Anvisa. Ju bëj thirrje të gjitha vajzave, nuseve të reja, që ta lexojnë librin, të marrin recetat që ato munden t'i bëjnë avash avash dhe të jenë të lumtura, të kënaqin bashkëshortin, sepse është një fjalë që thuhet dashuria vjen nga stomaku. Rëmbeja në zemrën bashkëshortëve tuaj. Do të isha shumë e lumtur që të shikoja vajzat e reja, nuset e reja që të gatuajnë pranë familjes. Është kënaqësi dhe për familjen. Shumë bukur e the. Ndërkohë, kanë një përparse të themi të stilizuar, të specifikuar? Po. Ka përparse, sepse nëna tona asnjëherë nuk gatuani pa përparse dhe pa shami në kokë. Edhe pa shami në kokë. Po, tani unë nga që jam edhe në punë të tillë dhe në shtëpi, në familjen time nuk gatuaj asnjëherë pa një kapele dhe pa një përparse, e kam të varur te kuzhina. Punë e madhe se prishen flokët i kre prapë. Jo, s'ka problem. Shumë e bukur. Ne në punë që vemi me kapele, kështu që... Shumë e bukur. Kjo ishte kuzhina, të nderuar shikues, kuzhina që të përfshin në jetën e përditshme, por që është e pam gjatë bisedës që nuk është thjesht efekt gatimi, por është përcjell efekte të fuqishme, empati të bukura, të cilat lidhen pikërisht me estetikën, me shijen e gatimit, me shijen e kulinarisë, por njëkohësisht lidhet dhe me kujtime që pastaj ndikojnë dhe në formimin e personalitetit. Ndërkohë që ne themi dhe folëm shumë për kuzhinën çame, folëm për historinë çame që ajo përcjell në të gjitha pjatat e saj, dhe për këtë unë falenderoj Luljetën që ishte e pranishme sot në studio. Luljetë e dashur, faleminderit që ndave me ne në studion e Blu Televizion, pikërisht historinë tënde, por pse jo edhe gjithçka për kushtimin tënd në recetat e gatimit për të gjithë ata që na ndjekin. Ju falenderoj shumë edhe unë. Jam munduar që të flas sa më thjesht dhe sa më bukur, që ju falenderoj për gjithçka. Faleminderit edhe për atë gjën që më vjen shumë mirë, që ndave me ne dhe histori të cilat përcjellen një mesazh të madh, mesazhin e vijimësisë së jetës në kuptimin të kuzhinës të traditave, nga një komunitet në tjetër, nga një familje në tjetër, për të vijuar jeta, sepse kjo është jeta. Faleminderit Luljetë e dashur. Faleminderit dhe juve. Të nderuar shikues, këtu unë ju përshëndes. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim në emisionin e radhës. Mirupafshim.